Kur u themeluam, përballë kishim një diktaturë. Sot, përballë kemi një diktaturë tjetër. Jo një diktaturë komuniste që kishte për ideologjinë marksiste-leniniste dhe indoktrinimin, por një diktaturë të bazuar në drogën, vjedhjen dhe ideologjinë post-marksiste të ekstremit të majtë. Edi Rama, që ne përzum nga Partia Demokratike orët e para pas ardhjes së tij, sot ka themeluar narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë. Ai sot ka më shumë pushtet se Ramizalia në vitin 91. Tani është koha për premtimet më kryesore: shpëtim në demokracisë, shpëtim në familjes, shpëtim në Shqipërisë, fitoren e Partisë Demokratike. Tani na pret përballja përfundimtare. Të organizojmë protestat më të fuqishme kombëtare, të përmbysim narkoshtetin dhe të arrijmë me votën tonë fitoren e Partisë Demokratike, fitoren e opozitës shqiptare, fitoren e meritur. Narkoshteti po shembet, por goditjen e mëshirës, goditjen përfundimtare duhet ja japim ne, demokratët, opozitarët e këtij vendi.